Evropa përmban disa nga ekonomitë më të pasura në tokë, ashtu edhe një sër vendesh me prodhimin e brendshëm bruto për frymë që do të klasifikoheshin si me të ardhura të mesme ose me të ardhura të mesme më të ulta, sipas standardeve të Bankës Botërore. Sipas një raporti të publikuar nga World Atlas dhe bazuar në të dhënat e Fondit Monetar Ndërkombëtar, FMN, VEO 2025, për GDP-n për kokë banori sipas fuqisë blerëse, PPP, Shqipëria renditet si shteti i 7 më i varfër në Europë, pas Bielorusisë, ndërsa vendin e dytë e zë Kosova me njëherë pas Moldavisë. Duke u bazuar në të vënat e raportit, Moldavia mbetet shteti më i varfër në Europë me GDP për kokë banori sipas PPP-s prej rreth 19.700 dollarësh. Pastaj renditet Kosova me rreth 20.400 dollar për kokë banori, e ndjekur nga Ukraina me 21.000 dollar, Bosnia e Hercegovina me 22.800 dollar, Maqedonia e Veriut me 24.300 dollar, Bielorusia me 25.500 dollar, Shqipëria me 25.600 dollar, Serbia me 28.500 dollar, Mali i Zi me 31.000 dollar dhe Bullgaria me 36.000 dollar. Në raportin e publikuar, thuhet se Shqipëria ka qenë një nga ekonomitë me performancën më të mirë në këtë listë gjatë viteve të fundit, me një rritje mesatare vjetore të prodhimit të brendshëm bruto prej rreth 4% gjatë viteve 2022-2025, e nxitur kryesisht nga zhvillimi i sektorit të turizmit. Vendi priti afërsisht 11.7 milion vizitorë ndërkombëtar në vitin 2024, më shumë se 4 herë se popullsia e tij, me italianët dhe gjermanët që kryesuan këtë rritje. Pavarësisht rritjes së turizmit, sfidat strukturore mbeten serioze. Një popullsi që po plaket me shpejtësi, emigrimi në shkallë të gjerë të qytetarëve në moshë pune, aktiviteti i vazhdueshëm i sektorit informal dhe sundimi i dobët i ligjit, duke ndikuar produktivitetin e përgjithshëm. Shqipëria hapi negociatat e pranimit në BE në korrik të vitit 2022, me zyrtarët e BE-s që e përmendin vazhdimisht atë si një nga kandidatët më të përparuar për antarësim para vitit 2030, thuhet në raport. Raporti vijon mëtej duke evidentuar se pse Kosova është në disavantazh në listën e publikuar, duke thënë lidhet me ekonominë e vogël të saj dhe të orientuar nga shërbimet ku ndërtimtaria, tregtia me pakicë dhe rimitancat përbëjnë pjesën më të madhe të aktivitetit ekonomik të matur. Rimitancat nga diaspora kosovare, që përqendrohen në Gjermani, Zvicër dhe Austri, arrin rregullisht në rreth 15% të GDP-s, një nga raportet më të larta në botë. Rritja reale e GDP-s ka mesatarizuar rreth 4% gjatë 5 viteve të fundit, por pamundësia e të rinjve është afër 20% dhe 1/3 e të rinjve kosovar nuk janë as në punë, as në arsim apo trajnim, thuhet ndër të tjera. Në raport përmendet edhe njohja e kufizuar ndërkombëtare të vendit, gjë që, siç thuhet në raport, kufizon qasje në institucione ndërkombëtare dhe zvoglon investimet e huaja. Renditjet përdorin bazën e të dhënave të perspektivës ekonomike botërore të Fondit Monetar Ndërkombëtar, publikimi i tetorit 2025, me vlerësimet e vitit 2025, dhe mas GDP-n për frymë në bazë të paritetit të fuqisë blerëse, të shprehur në dollar ndërkombëtar. PPP-ja përshtatet për ndryshimet në koston e jetesës midis vendeve dhe është krahasimuesi standard për analizën e standardit të jetesës. Lista e vitit 2025 pasqyron 2 ndryshime të mëdha nga botimet e mëparshme të këtij renditjeji. Rënja e Ukrainës në prodhimin matur pas pushtimit plot të Rusisë në vitin 2022 e ka shtyr atë thellë në 3 vendet e fundit, dhe Kosova, që FMN-ja e ndjek veçasi nga Serbia, është ndër më të varfrit në kontinent.